dëm shkakton. Pra nuk mund thuash që s'ka shkaktuar dëm, por ka shkaktuar dëm në pritshmëri apo jo, kjo mbetet për të parë në të ardhmen se askush nuk e ka idenë sot se ai ka plotësuar pritshmëritë, pra pritshmëria është shkatërrimi total i Fordout. Po. Ndërkohë që dihet që ndërtimi i këtyre lloj siteve nuk ka vetëm një bunker. Pra ti mund të qellosh 1, 2, 3 bunker, por këta kanë labirint bunkeresh. Dhe janë projektuar gjithnjë dhe projektojnë që ti kur e bën një labirint bunker, pra edhe në rast se ti shëm njërin, pra shëmet një bllokohet, tjetri funksionon. Pra nuk kemi një shkatërrim total. Shkatërrim kemi, po jo shkatërrim total. Ishte një nga pyetjet që ju bën fakt edhe sekretarit Hekset, i thanë pse u tërhoqet nga fjala shkatërrim total tek defunksionalizim. Absolutisht. Pra absolutisht këtë ka bërë. Pra për momentin e kanë nxjerr jashtë përdorimit Fordoun, pra është e pamundur sepse sepse ta thash, ato ndërthuren tunelet dhe mund të ketë shkatëruar një tunel këtu, pra shiko, tunelet ndërthuren. Është kjo ndërthurja e tuneleve. Dhe tashmë ajo hyn te ky tuneli këtu. Dhe ka çar këtë dhe ka shkatruar këtë. Pra, të shkosh te ky tuneli poshtë, s'mund shkosh sepse duhet kalosh nëpër këto. Pra këto i ka shkatruar dhe ty të mbeten këto tunele të tjera të pa aktivizuara. Prandaj është defunksionalizimi, po jo shkatërimi total. Prandaj edhe Peter është tërhequr nga kjo, sepse në aspektin pra kur specialistët e Pentagonit, pra ata që janë marrë me këtë punë, ja kanë shpjeguar në këtë formë, pra ja kanë bërë të kuptojë edhe ministrit mbrojtjes, normalisht Hekset është ministri mbrojtje, pra, sekretari mbrojtjes që shiko, ti e nxjerr jashtë funksionimit, po shkatërim total ti mos prit ketë në këtë. Prandaj edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë tërhequr nga fjala shkatërim total. Tashmë mediat janë kapur pse jo shkatërim total. Po ti s'mund të bësh shkatërim total të kësaj gjëje. Shkatërim total kësaj gjëje ti do të bëjë në rast se do të hidhje 2 ose 3 bomba bërthamore në këtë vend. Ky është shkatërimi. Ky është shkatërimi total i saj. Po shkatërim me bomba konvencionale ti s'mund të bësh shkatërim total me bomba konvencionale. Pra ti mund të shkruaj edhe me bomba atom, edhe me raketat Tomahawk që u përdoren në Isfahan, edhe në Natanz. Pra ti nuk e shkatërrove dot të tërën, ti shkatërrove një pjesë të ndërtesave që ndodheshin mbi sipërfaqe, të atyre ndërtesave kritike në përpunimin e uraniumit, por jo të gjitha ndërtesat që ndodheshin në territor, sepse për shkatruar gjitha ndërtesat që ndodheshin në territor ti duhet të lëshoje, pra këta lëshuan 30 raketa Tomahawk, ti duhet të lëshoje diku rreth 120 raketa Tomahawk për shkatruar gjithë raketat, shkatërimi total. Prandaj ti shkatëron ato që janë kritike, edhe kjo, pra ti e nxjerr jashtë funksionimit dhe i ke nxjerr jashtë funksionimit. Ndoshta për 6 muaj, ndoshta për 3 muaj, kjo është diçka tjetër, pra varet nga kapaciteti që ka Irani për t'i rivënë këto. Por shkatërim total nuk ekziston dhe ndaj media nxitet edhe politikisht themuna në këtë aspekt, sidomos në rastin e Trumpit, edhe politikisht për ta nxjerr pra të pa aftë ose të pa si diçka si një operacion të pa që nuk ka arritur objektivin sipas CNN-it, ë? Në rast të tillë, objektivi pra, dhe kjo bëhet nga është për të ardhur keq që këto gjëra i bëjnë njerëz të cilët nuk kanë lidhje me konceptin ushtarak. Pra, ti nuk e shkatërron dot totalisht atë tjetrin. Pra, ti e nxjerr jashtë funksionimit. Edhe koncepti që themi shpesh është koncepti demilitarizimit. Koncepti demilitarizimit nuk do të thotë që ai të mos ketë fare me asnjë lloj, ti mos mbetet ushtar në këmbë. Jo. Do të thotë që me ato forca që i mbeten, nuk është në gjendje të bëjë asnjë lloj operacioni dhe të kërcënojë operacionet e tua të vazhdueshme. Pra nuk bën dot asnjë lloj operacioni, as në nivel taktik, as në nivel operacional që të pengoj ty operacion. Ky është demilitarizim, por nuk do thotë që ti të mos kesh asnjë ushtar. Dhe atëherë në rast se do të merrem me këtë koncept që thot media, siç akuzon Trumpin, atëherë i bie që të mos mbetet asgjë, por nuk funksionon në këtë mënyrë. Pra ti çdo gjë e bën në mënyrë mos funksionale, pra i heq kapacitetet e saj funksionale. Ka realizuar një objektiv. Ka realizuar objektivin, pra ky objektiv është i realizueshëm, është i kapshëm dhe është kapur objektivi. E qartë. Dritan, ndërkohë është folur që përpara se të godisnin Shtetet Bashkuara të Amerikës në Fordo, të paktën është parë një, le të themi, trafik i madh, lëvizje e madhe kamionësh ku nënkuptohet që është marrë uraniumi dhe është larguar nga kjo, le të themi, nga Fordovi. Çfarë do të thotë kjo? Pra nëse kjo është shkatruar në kuptimin është defunksionalizuar, uraniumi që është marrë nga aty që ideja është që këto janë gjitha teza që hidhen, se ne nuk kemi si ta verifikojmë këtë gjë. Por neve, domethënë, nisur nga kjo mund të ndërtojmë një narrativ për sa i përket faktit që nëse Irani i posedon këtë sasi uraniumi të pastruar, çfarë mund të prodhojë me këtë? Do të kemi një gjë parasysh. Kur flasim për urani, do të kemi një që urani është metali më i rënd në tabelën periodike të metaleve. Ka dënsinë më të madhe nga çdo lloj metali tjetër në tabelën periodike të metaleve, në tabelën e Mendelejevit. Pra çdo kush që ka mbaruar klasën e 5 edhe të 6 e di tabelën e Mendelejevit.
Urani është metali me dëndësinë më të lartë se çdo lloj metali tjetër. E qartë. Që njohim sot neve, pra që njeh sot njerëzimi. Dhe kur themi pra një blok me urani kaq, vetëm ky bloku kaq mund të peshoj 10-15 kg. Një blok kaq. Pra 400 kg i bie, i bie 40 bloqe nga kaq. Pra ato makineritë që ju shihni atje, pjesa më e madhe e tyre që kanë dalë në sistemet satelitore, pra që lëviznin në sistemet satelitore, pjesa më e madhe kanë qenë makineritë të cilat çka kanë bërë? Kanë bërë mbylljen e hyrjeve dhe mbylljen e ventilimeve. Sepse do të kemi që kur ti ndërton një objekt nëntoksor, ky objekt nëntoksor ka nevojë për ventilime. Pra nëse keni parë, gjithë ata që kanë një moshë madhore sot në Republikën e Shqipërisë, e kanë vënë re në 97-ën që tunelet e ushtrisë shqiptare kishin ventilime. Sepse duhet të ketë ventilim tuneli për ajrosjen. Për ajrosje. Dhe edhe tunelet e ushtrisë shqiptare, pra ato tunele që ishin bërë para armatimit, që nuk ishin, edhe ato që nuk ishin fort të komplikuara. Se kemi edhe tunelet komplikuara, po ato që s'ishin të komplikuara, pra shumë të thjeshta. Nëse keni vënë re kishin disa ventilime. Po vetëm 2 prej tyre ishin ventilimet e tunelit. 3 ose 4 tjera ishin ventilime falso. Pra për dhënë idenë se ka ventilim. Po nuk të çon askund. E qartë. Pra në të tilla ndërtime, gjithnjë numri i ventilimeve është më i madh se sa është realisht, sepse pjesa e tyre më e madhe janë ventilime të cilat janë falso. Edhe këtu. Në rast se keni dëgjuar, Peter thotë që ka shpjeguar që neve, pra bombat kanë goditur ventilimin, sepse llogaritet kur det ventilimin, pra ventilimi është vendi që tregon atë. Por ama nuk është askush i sigurt që ky ventilimi në cilat bomba kanë hyrë, që të gjashta këto ventilime, pse këta goditur, janë të gjashta ventilimet reale. Pra mund të jenë. Sepse 3 ditë përpara iranianët çka kanë bërë? Kanë bllokuar një pjesë të ventilimeve. Pra i kanë bllokuar me dhe, me kështu. Po. Me punime atje, që ti mos ta shohësh nga hapësira, nga lartësia. Dhe kanë lënë një pjesë të ventilimeve të tjera. Pra jo të gjashta janë ventilime reale. Mund mos jenë reale. Dhe duke mos jenë reale, ti nuk i ke shkaktuar dëm total. Për këtë arsye janë të vetëdijshëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Pentagoni është i vetëdijshëm për këtë. Dhe ndaj dhe thotë që nuk ka shkatërim total, sepse shkatërim total do ekzistonte po qëse të gjashta do të ishin reale, ti ishe i sigurt që të gjashta ventilimet ishin reale dhe bombat kanë hyrë në ventilim dhe kanë vajtur pikërisht atje ku duhet. Por duke ditur këtë lojë të çështjes të ventilimeve në bërjen e tuneleve, automatikisht ti se ke garancinë se cili nga këta ventilim ka qenë real dhe cili nuk ka qenë real. E qartë, Dritan. Pra dhe kjo të bën këtë çuarin e kam me uraniumin tani çfarë mund të bëj? Dhe vim te uraniumi, pra, dhe ky uranium nuk ka pasur nevojë për 20-30 kamion për të lëvizur uraniumin. Si ta thash, uraniumi lëviz në kuti speciale, pra e merr një kuti dhe 40 veta mund marrin secili nga një kuti dhe ikën largohet. Pra, total, gjithë ky uraniumi, 40 pllaka uraniumi mund të bëhen në një kovë, nga këto kovat 20, i keni parasysh këto kovat 20 litrësh të bojave? Po. Këto pllaka vendosen në këtë kovën. Pra 2 kova të tilla. Mund të jetë gjitha. Dhe këtu është i gjithë uraniumi. Pra një kovë është i gjithë uraniumi i pasuruar që ata kanë. Pra koncepti nuk është se uraniumi është një lum, edhe ti të duhet bote të mëdha ta marrësh. Jo. Mbahet në pllaka të tilla të ngurta, sepse është metal. Pra duhet është metal. Në pllaka të ngurta të tilla që kushtojnë, që peshojnë 10-20 kg secila dhe ti me 2 kova morove punën nxorre, pra i morën dorë dhe ike, pra nuk ka nevojë për kamion të tillë. Kamionët nuk kanë qenë për largimin e uraniumit, kanë qenë për mbulime të tjera dhe për largimin e materialeve të tjera, materiale studimore ose gjëra të tjera që kanë pasur atje, kompjutere, asenda të cilat kanë qenë në bërjen e programit, pra pjesë e programit. Për këtë kemi edhe iranianët që thanë që ti mund ta që dolën dhe thanë pardje që mund ta dëmtosh objektin, por nuk dëmton do dijen, pra nuk na fshini do dijen. Pse? Sepse këto pjesa më e madhe kanë marrë këtë dije, pra këto letra, këto dokumenta, këto kompjutere. Po. Pra këtë dije që e kanë pasur aty, ata e kanë hequr dhe kanë lënë vetëm objektin. Pra objekti është bërë jo funksional, por dija funksionon. Uraniumi nuk është aty, është larguar. Kjo është pyetja ime. Çfarë mund të bëjë Irani me këtë uranium? Atëherë uraniumi duhet mund ta përdor për absolutisht mund ta përdor, sepse siç e thash, Isfahani dhe Natanzi janë 2 pika të tjera të cilat kanë centrifuga. Pra nuk është se Irani kishte të mbledhur të gjitha centrifugat në Fordov. Po. Në Isfahan centrifugat janë më moderne se centrifugat e Fordovut.
Në Isfahan centrifugat janë R9, në Fordow ka edhe R6, ka edhe R9, kurse Isfahani ka gjitha centrifugat R9 që janë centrifuga më moderne. Po. Dhe për të rritur kapacitetin, pra për të pasuruar uraniumi për ta bërë 92%, aq sa duhet për të bërë një bombë bërthamore, pra për ta përdorur për një bombë bërthamore, duhet 92% pasurim. Aktualisht uraniumi iranian është në 60% pasurim. Nuk të duhen më shumë se 10 centrifuga, më kuptoni. Tani kjo puna e centrifugave për të sqaruar për 10 centrifuga që janë aktualisht absolutisht janë. Pra ti vazhdon procesin. Gjendën e vazhdon procesin. Për ta bërë thjesht pra ti procesin e vazhdon, pra nuk është se ndalet procesi. Gjithtu nuk ka qenë problemi në Iran. Problemi në Iran nuk ka qenë kapacitetet për të ndërtuar bombën. Kapacitetet për të ndërtuar bombën atomike kanë ekzistuar prej vitit 2003. Por në vitin 2003 Irani mori vendim politik për mos të ndërtuar bombën bërthamore, për çështje fetare. Pra në mes një fatve që shërbo. Dhe vendimi është politik. Pra mungon dëshira politike ndërtimit bombën, jo kapacitete teknike. Kapacitete teknike kanë ekzistuar. Sot i ka ende Dritan? Kapacitete teknike. Pas ndërhyrjes amerikane se kjo kapacitete teknike i ka akoma, i ka ende i vetmi kapacitet. Pra shikoj kemi gjë, kemi uraniumin. Kemi pasurimin e uraniumit. Kemi raketat balistike në të cilat mund vendoset uraniumi, pra kjo koka bërthamore. Por duhet kemi që parasysh, ekziston një ndërmjetëse, të cilën iranianët nuk e kanë. Ndërmjetësja është detonatori, pra ajo që themi faza e fusion, pra ajo që bën shpërtimin, ai është detonatori. Detonatori në këto bomba nuk është një detonatori thjesht, si shihni juve që me shtypje, me përplasje, është një detonator i komplikuar, sepse duhet bëj reaksion. Dhe duhet bëj reaksion të këtij materiali, të uraniumit. Dhe këtë lloj ekspertize iranianëve ju mungon. Këtë lloj ekspertize kanë rusët, e kanë kinezët, e kanë koreano-veriorët, nuk është jashtë idesë për allash logjikës që mund të kenë çuar specialist. Po deri më tashti, shërbimet sekrete kanë konkluduar që specialisti iranian nuk ka vajtur në Kore të Veriut ose në Rusi ose në Kinë për të mësuar këtë fuzionin. Ka pasur specialistë të tyre që kanë ardhur. Por më shumë dyshohet që Korea e Veriut mund t'i japi të gatshme. Pra, iranianët nuk kanë dashur ta marrin të gatshme, pra duan edhe këtë gjë ta prodhojnë vetë, sepse normalisht kur e prodhon vetë ke dijen dhe dijen kalon, pra ti mund të vrasësh shkencëtarin që e prodhoi sot ose që e mori që mësoi ta montoj, por në rast se ti e bën këtë pjesë dijes tënde, atëherë s'ka rëndësi shkencëtari që ti vret sepse kjo është pjesë e dijes dhe ti mund të vazhdoj të tjerë. Iranianët po shkojnë drejt prodhimit një bombe kështu si nuk po shkojnë drejt prodhimit të një bombe, pavarësisht se kanë kapacitetet e tyre, nuk po shkojnë drejt prodhimit të një bombe. Prodhimi i një bombe është vendimarrje politike dhe fetare në Iran. Dhe kjo vendimarrje politike dhe fetare deri në tashti edhe në këtë moment që flasim nuk është për prodhimin e bombës bërthamore. Pra, për sa kohë të jetë në këtë vendimarrjen finale Ali Khamenei, kjo bombë nuk do të prodhohet. Në momentin e rënjes të Ali Khameneit, pra momentin e vdekjes, do kemi parasysh që kemi të bëjmë me një person që është 82 vjeç, pra. Mund të jetojë edhe 10 vjet edhe 20 vjet tjera, apo mund të desi edhe nesër. Në momentin që ky zotëria nuk do të jetë më në Iran, atëherë për atij momenti Irani do të fillojë ndërtimin e bombës bërthamore për arsye se krau radikal edhe brenda lëvizjes fetare që drejtohet nga Khamenei, edhe brenda forcave ushtarake dhe politike të vendit është shumë më i prirur te ndërtimi i bombës, por për shkak se ata sistemi, pra kemi të bëjmë me një demokraci teologjike, që ne quajmë teokraci. Vendimarrja finale është e kësaj teokracie, nuk e ka përcejnë dot vendimarrjen finale, dhe vendimarrja finale ka dhënë dhe i ka mbajtur të nderuar, por ka shumë presion të madh politik për të bërë bombën. Dhe ky presion i madh politik ka mbritur edhe në strukturat e kësaj teokracie dhe edhe brenda teokracisë ka pasur disa herë debate për këtë punë, por ka qenë fjala finale e Ali Khameneit e cila ka vendosur këtë. Dhe në momentin që ky nuk do të jetë nesër, atëherë po Irani do të shkojë drejt kësaj bombe. Dhe përplasja me SBA dhe Izraelin do të jetë pashmangshme nëse shkojnë në këtë trajektore. Jo, nuk do të jetë pashmangshme, mund të shmanget sepse mund të kemi një gjë. Në momentin që kjo ndodh, unë nuk e përjashtoj, pra, shikoj nuk po flas 100%, mund të ndodhi edhe sot, pra, në momentin për të ndodhur gjë e tillë duhet që më parë të bëhet një, ti nuk mund dash thua se un kam bombën, sepse askush nuk ta besonte. Si funksionon kjo? Kjo funksionon që ti bën një test të bombës bërthamore. Dhe në momentin që ti bën testin e bombës bërthamore, ky test merret vesh nga të gjithë. Sepse ka rritë jep mesazh. Dhe në këtë moment nuk ka për të pasur më përballje.
sepse kemi të bëjmë me një fuqi bërthamore. Kjo dalja, vendimi për të dalë nga ky autoriteti mbikëqyrës bërthamor që ka marrë Irani, si është e vërteta, Dritan? Irani ka marrë vendim që autoriteti mbikëqyrës bërthamor të mos e lejojë më që të inspektojë bazat